Shkolla Profesionale Industriale Pavarësia në Vlorë po investon në përgatitjen e nxënësve si profesionistë aftë, veçanërisht në degën e teknologjisë së informacionit. Në këtë kuadër, nxënës dhe mësues të kësaj shkolle janë bërë pjesë e një trajnimi të veçantë me trajner të huaj, të fokusuar në krijimin e videove virtuale. Së shpejti, shkolla do të pajiset edhe me një laborator të realitetit virtual. Videot që do të prodhohen nga vetë nxënësit do të shërbejnë për promovimin e qytetit të Vlorës, por dhe të arsimit profesional industrial. Drejtori i shkollës Gentian Boçi thotë se synimi kryesor është ndërtimi i videove tridimensionale 3D. Trajnimi është një trajnim 15 ditor me mësues IT-s, me specialistë të ardhur nga jashtë. Është një projekt i përbashkët i Bashkisë Vlorë dhe Shkollës Industriale, i cili synon në trajnimin e mësuesve tanë dhe të nxënësve sidomos të krijimit të videove virtuale. Me pasi shumë shpejt do kemi një laborator të realitetit virtual. Një gjë që në të ardhmen ne do e shfrytëzojmë, qoftë për programe mësimore, po qoftë për të bërë video në promozion të shkollës apo të qytetit, me vendet historike, kulturore, plazhet. Është një punë e sapo filluar, megjithatë që sot ka filluar të prodhojnë videot e para. Nxënësit dhe mësuesit gjatë këtij trajnimi të drejtuar nga trajner të huaj me përvojë në fushën e teknologjisë, informacionit dhe inovacionit, janë zhytur në botën e realitetit virtual, duke u njohur më nga afër me teknikat e reja të prodhimit të videove digitale. Tutto il nostro progetto 3D di Valona, concentrato in questo caso nella cultura del paese, nella tradizione del paese, visto che è una struttura estremamente turistica. Po pse u zgjodh pikërisht Shkolla Industriale Pavarësia për këtë trajnim? Ndoshta edhe për shkak të degës, po të mos harrojmë se në degën ti kemi specialistë, japim mësim, të cilët janë më të aftë, ndoshta se plus është dhe infrastruktura, laboratoret që kemi në shkollë, po kemi dhe të nxënës të cilët janë të prirur degën e IT-s. Drejtori Boçi shpreh se për këtë projekt janë përzgjedhur nxënës të viteve të para dhe të dyta, të cilët do të realizojnë video tridimensionale për promovimin e Vlorës dhe arsimit profesional. Ai shton se puna do të vijojë edhe më tej nga mësuesit e shkollës, të cilët tashmë janë kthyer në trajner për nxënësit e tyre. Ne zgjodhëm nxënës vitit parë të dytë, që nxënës që në mënyrë që të kemi dhe 3-4 vite dhe 3 vite të tjera në shkollë, në atë që thamë sipër që ata të bëjnë video të cilat do vënë në shërbim të përbashkim, promovimin e qytetit. Kjo është pjesë e bashkisë, po edhe për promovimin e arsimit profesional dhe të shkollës tonë posaçërisht. Do ketë video të ndërtuara në 3D, ku me ato syzet që janë pikërisht për këtë projekt, nxënësit mund të shikojnë si në një sit kulturor, historik, arkeologjik, një plazh, sikur ndodhen pikërisht brenda plazhit. Kjo është ajo që po bëjmë. Besoj se edhe sot është trajnimi dhe nxënësit kanë arritur të bëjnë videot e para, po puna do vazhdojmë me mësuesit e shkollës tonë, të cilët tashmë janë kthyer në trajner të këtij procesi, pasi kanë ditë të tëra që po trajnohen. Synimi është që kjo përpjekje të shkrihet gradualisht në të gjitha degët e teknologjisë së informacionit, duke rritur aftësitë praktike të nxënësve, si dhe duke i përgatitur ata për tregun e punës. Ne synojmë ta shtrim në të gjitha degët e tikut. Ata nxënës degët e tikut janë në degë të cilat në vit të tretë ndajnë në profile dhe ndërtime të caktuara. Ata nxënës që përputhen me këtë profil do jenë pjesë e këtij projekti. Sa nxënës? Po besoj se duhet të jenë edhe 25 nxënës, sepse janë 50 nxënës në klasë të 11 që mo do jenë 12-ën. Një nga ato klasa do zgjidhë pikërisht këtë degë nga përvoja që kemi, dhe ajo klasë do ketë brenda tema mësimore dhe pikërisht ndërtimin e videove 3D.